Vranësirat edhe rreshtet e shiut me intensitet të ulët kanë përfshirë gjithë territorin e qarkut Kukës për shkak të motit të paqëndrueshëm. Në disa segmente rrugore të njësisë administrative Zapot janë evidentuar rënje gurësh, shëmbje, dherash dhe dëmtime të përkohshme në disa akse lokale. Menjëherë në terren kanë ndërhyrë ekipet e detyrisë së rrugëve rurale të Bashkisë Kukës për pastrimin e rrugëve dhe garantimin e qarkullimit të sigurt për banorët. Paralelisht, subjektet kontraktorë kanë vjuar punën pa ndërprerje edhe në akset nacionale për largimin e inerteve dhe tumbinave të sjellë nga rreshjet. Aktualisht të gjitha akset rrugore nacionale janë të hapura dhe tërësisht të qarkullueshme. Komunat dhe njësitë administrative të qarkut furnizohen normalisht me energji elektrike pa raportime për ndërprerje. Strukturat e emergjencës së civile vijojnë monitorimin e situatës në terren, ndërsa u bëjnë thirrje drejtuesve të automjeteve të tregojnë kujdes të shtuar në zonat malore për shkak të mundësisë së rrëshqitjeve apo rënies së materialeve inerte nga shpatet.